Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takojmë me të pashoqësi çdo të mërkur ora 20. Në fakt, unë sot kam njeriun e duhur për të bërë një analizë shtëruese për gjithçka po ndodh sot në botë me kryeqendër e kryelajm të ditëve të fundit, Iranin dhe gjithçka do të prodhohet dhe mund të prodhohet nga ky riprojektim i rendit të ri global, ndoshta me në krye Amerikën, Donald Trump më së shumti. Ilir Kulla, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe gëzuar vit në ri. Gëzuar dhe një vit mbar, meqense është hera e parë për këtë vit së bashku. Mirë, nisim pa humbur kohë. Si fillim një panoramë e përgjithshme çfarë po ndodh realisht sot në Iran. Statistikat, jo ato formale, se ato janë shumë pak, po ato informale, flasin për mijëra viktima, pamje të frikshme që vijnë prej andej. Çfarë po ndodh? Shikoni, Irani është vendi më i madh i atij rajoni që nuk ka ndryshuar kurrë kufi 500 vitet e fundit. Në këto 500 vjet ka ndryshuar forma regjimi, ka ndryshuar thelb regjimi, administrimi, ka ndryshuar dhe lloji shahësh, familje që ka ndryshuar një tjetrin pushtet dhe nga 79 e këtej qëndron në një shtet që unë e quaj bipolar. Një këmbë fetare dhe një këmbë republikane. Është një shtet që paradoksalisht bën zgjedhje. Dhe ka edhe një gjë tjetër që zgjedhjet në Iran nuk kanë kontestuar kurrë. Si rrjedhoj, duke qenë që është një konglomerat politiko-historik, ka dhe një element unik në llojin e vet, që është një lloj kështjellje natyrore, është komplet normale. Ka një popullat dominante shiite, por ka komunitete sunite jo të vogla, që janë baluçët në kufi me Pakistanin, është popullsia që shkon nga kufiri me Afganistanin, ka një vik kufitare shumë gjatë në Afganistanin. Ka popullsinë azere brenda Iranit, e cila është shiite, por thirret më shumë nga përkatësia etnike azere. Ka popullsinë kurde, e cila është sunite, dhe e cila historikisht ka dominuar me kryengritje të vogla, po edhe të mëdha rrethanore, sidomos pas zhvillimeve të viteve 2000, kurdët kanë treguar dhe një lloj aleance permanente me Izraelin dhe Perëndimin për të identifikuar çështjen e tyre kombëtare brenda Iranit. Dhe pastaj ka dhe minoritete tjera, siç është Bahai, siç është Zarathustra, ka Irani është vendi me universitetet më të vjetra në botë. Në Iran ka universitete prej 1300 vjetësh. Është vendi me industrinë kimike më të zhvilluar në botë. Është vendi me gjenit më të mëdhenj trurit, në letërsi për shembull njohim po ka në shkencë, ka në matematikë, ka në algebër, sepse janë persët e vjetër. Kështu që nga pikpamja kulturore që në Iran ka protesta, nuk është në gjëre, Irani në gjithë historinë e vet, edhe në historinë e këtij regjimi që është, madje ky regjim vet ka ardhur si rrjedhoj protestash në vitet 78-79, është ripërsëritje e historisë së Iranit që populli, për një arsye ose për një tjetër, gjë që s'ndodh me ne shqiptarët. Populli çohet në protestë në Iran. Kësa radhe protestat e kanë marrë atë shkëndijën nga rritja e çmimeve dhe nga zhvlerësimi i monedhës lokale, realit. Për arsye ekonomike. E ka marrë sebepin tek arsyet ekonomike, po arsyet janë të shumë fishta. Ju kujtoj që në 2022-2023 ishin protestat për çështjen e mbulimit të grave. Edhe u bën protesta dhe ishin shumë më mëdha edhe se ato që janë tani. Dhe vetë shoqëria iraniane nga brenda është një shoqëri goxha liberale, siç ka krahun ekstrem, ka dhe krahun liberal, sidomos në qytete. Ajo gjë që bën ndryshe nga herët e tjera
është që kjo protestë është e shpërndarë në gjithë territorin. Edhe ajo gjë që e bën ndryshe nga herët e tjera, duket që ka një, si më thënë, dorë mbështetëse nga jashtë. Të paktën në shpërndarjen e protestave, edhe këtu hyn edhe elementi asaj që unë e quaj menaxhim reputacioni. Që do të thotë? Që do thotë kur ndodhin ngjarje të tilla, dhe këtë kemi parë në rastin e Sirisë kur filloi konflikti, pra të pranverës arabe, ka një menaxhim të mass mediave për të menaxhuar reputacionin e uprising, pra të kryengritjes. Aty hyn pastaj lajmet e vërteta, gjysmëlajmet, lajmet e pavërteta, menaxhimi publik, përplasja, por që të lëvizin gjërat në Iran, që të lëvizin vërtet gjërat në Iran, për shembull, duhet që të lëviz një nga 3-4 pushtetet e Iranit. Për shembull, në rastin konkret, protestat duket kanë synuar të rënojnë menaxhimin e reputacionit, duke me reputacion të keq, liderin fetar, Khamenei. Dhe, për shembull, para disa ditësh, unë isha duke ndjekur se isha shumë afër Iranit, isha përballë Iranit, isha në Emirate, isha duke ndjekur pikërisht këtë gjë që disa media, duke llogaritur që dhe vendet e gjirit, pra vendet sunite, vendet arabe, në thelb janë anti-iraniane, kupton, sepse persët morën islamin, por nuk pranuan kulturën arabe, sepse persët, duke qenë që janë qytetërim i vjetër, i konsiderojnë këta arabët, i konsiderojnë njësoj me devet dhe kafshët e shkretirës, pra nuk se i konsiderojnë njerëz, se kanë ato konkurencën e brendshme. Dhe lajmi atyre 2 ditëve ishte që Khamenei do lërë Iranin dhe do ikin në Rusi si Asadi. Dhe mua mbi të përqeshur. Unë kam njohur dhe Asadin, njoh sirianët, ja njoh mentalitetin. Do me thënë, Khamenei, një burr plak 80 e kusur vjeç, fizikisht i pamundur më përshëm, gjë e fundit që mendon në një rast të tillë, është të ikë, sepse ai e di që ka ardhur fundi i jetës dhe qëllimi i tij është që të mbajë në këmbë autokracinë fetare që është ngritur për atë shtetin e Republikën Islamike të Iranit sotshëm. Dhe jo tiki të arratiset, nuk është Asadi. Asadi ka fëmijët, ka gruan, ka një moshë tjetër. Jo vetëm moshë tjetër, tek e fundit Asadi dhe në pushtet është gjendur rastisht, sepse ka qenë i planifikuar të ishte i vllai president, ky ishte mjek oftalmolog në Londër. I vllai vdiq në aksident në 94 në Damask me makinë, sepse kishte qef shumë veturat e shpejtësisë. Dhe i ati e mori dhe i tha, tash do vish ti dhe do jesh ti presidenti, dhe ishte presidenti i fundit i dinastisë tyre, do me thënë politike. Kurse rastin konkret kemi të bëjmë një gjë komplet ndryshe, dhe ti aty e shef që po, ka një uprising, ka një lëvizje nga brenda, është goxha e fortë, ka dhe një dëshirë për ta mbështetur nga larg, pra ka dhe spin, ka një operacion të menaxhimit mediatik të gjitha gjë, por kalohet në egzagerim, sa që thuhen gjëra, që njerëzit që kuptojnë pastaj fillojnë dhe qeshin, thonë pritse. Kjo ishte e tepërt, nuk mund të ndodhi. Por në thelb, është duke ndodhur një ngjarje jo e vogël, e cila mund të vazhdoj për kohë gjatë dhe nëse nuk menaxhohet me kujdes mund të kthehet edhe në një luftë civile. Por nuk është një gjë që siç mendojnë njerëzit, siç ndodhi në Venezuelë, që tani do shkojnë amerikanët, do çojnë helikopter, do marrin Ajatollahun dhe përfundoi Irani. Kemi të bëjmë me një vend komplet ndryshe. Një nga opsionet në tavolinën amerikane është edhe ndërhyrja ushtarake, për shembull. Është e pamundur. Kërcënimet kanë pasur si nga regjimi në Iran, nga Izraeli. E vetmja gjë që mund të ndodhë. E përjashtoni kategorikisht? Absolutisht. Sepse është kështjellë natyrore, të thash. Është një vend i madh, kështjellë natyrore, dhe do duheshin qindra mijëra ushtar, nuk do mjaftonin. Është komplet e pamundur dhe do të ishte vetmja mënyrë që gjithë faktori brendshëm të unifikohej. Se kur vjen tek puna e nacionalizmit iranian, të bëhen bashkë. Prandaj thash po, ta bëjnë gjithë bashkë. Prandaj thash që është një shtet 500 vjet. Pra, e vetmja gjë e mundur është që amerikanët në moment caktuar të ndërhyjnë duke bombarduar
ose duke bërë aksione si ato të vitit që shkoi, pra duke eliminuar X njerëz, ose duke shtuar listën e sanksioneve ose njerëzve të sanksionuar, po që të mendosh një pushtim fizik të tipit Iraku i vitit 2003 është i pamundur. Sepse është vendi i tillë, është natyra e tillë dhe ka dhe një avantazh tjetër Irani, jo? Shiko, Irani në veri të kufirit vet, verior, pra kur shkon nga Azerbajxhani, detin Kaspik, Irani është fqinj i Rusisë. Amerika shumë larg për të qenë aty. Pra, realisht, ne e asistojmë në një rajon në cilin janë dy shtete cilët i bëjnë kundërpesh njëri tjetrit në politikën e tyre, operative, politike të sigurisë, diplomacisë e tjerë, është Irani dhe Izraeli. Dhe në mes këta kanë arabët. Dhe de facto, po të shojmë nga 79 e këte, këto dy vende që nuk janë arabe, as iranianët, as izraelitët, në mënyrë sistematike kanë destabilizuar rajonin i cili në shumicë banohet nga arabët. Le të përsërisim luftat. Kemi patur 79-89 luftën Irak-Iran. 1 milion të vrarë. Të gjymtuar, pafund e tjerë. Dhe këta që kemi këtu në Shqipëri, Mekun, nga ajo lufti. Pastaj kemi patur bombardimet dhe luftën e parë të gjirit në Kuvajt, kur Iraku, si aleat i perëndimit në luftën kundër Iranit, shkoi pushtoi Kuvajtin dhe mori pustet e naftës. Pasi thonë Kuvajti është një territor i vjetër iraken. Dhe atëherë Amerikanë dhe perëndimi thanë prit se ne kemi diplomaci naftën një herë, pastaj kemi drejtat e njeriut dhe shkuan dhe shiruan Kuvajtin dhe e shpallën Irakun armik. Kjo gjë i kushtoi Irakut edhe një 13-14 vjet tjera luftë, izolim, konflikt, sanksione të tjerë, derisa ra Saddam Husseini dhe përfundoi i varur në litar. Pastaj kemi patur pranverën arabe, në cilën sërish edhe një prapu destabilizua, dhe si rridhoi pranverës arabe dolën të gjitha plagët e sistemit në botën arabe. Përfundoi dhe pranvera arabe, ranë ato regjime që ranë e tjerë, dhe patëm shpërndarjen e fuqisë Iranit që fillon nga Oqeani Indian me Yemenin dhe me Huthët, dhe përfundon deri në Liban me Hezbollahun, apo deri në Afganistan, ku ndodhen rajone të tjera, të cilat Irani luan një rol vetëm, përmoston që vetë Iraku, gjysma e Irakut është akoma në kontrollin iranian. Si rrjedhoi e kësaj patëm edhe luftat e 2 viteve të fundit, në cilën Izraeli u përfshit drejt për drejt në lufte, edhe kundër Iranit, edhe kundër Hezbollahut, edhe kundër Hamasit, pra të gjithë rajonin e destabilizuar. Pra kur të flasim për kryengritjen e brendshme brenda Iranit, duhet të kuptojmë që është vetëm një faktor i gjës. Ajo që mund të ndodhë realisht në Iran, nëse do të lëviznin gjërat, do të ishte një unifikim i ushtrisë me presidentin, i cili është i krahut moderator, i cili me origjinë nuk është as iranian, duket që ka një lloj, le të themi, afërsie me ato komunitetet etnike të veriut që shkon për nga Armenia, ajo zona aty, pra me presidentin, me ushtrinë, se Irani ka një strukturë sigurie shumë interesante. Ka 2 ushtri. Është ushtria e Iranit, që varet nga parlamenti, presidenti e tjerë, dhe është garda revolucionare, që është arma kryesore e fetarëve. Dhe garda revolucionare pasdaranët janë njerëzit cilët janë përdorur për destabilizuar gjithë rajonin e lindjes mesme. Gjë është për të thënë në këtë rast, që vendet e rajonit, pra arabët, e shohin me simpati një rënje të mundshme të regjimit, dhe kjo i bën dashje pa dashje aleat të Amerikës dhe të Izraelit në raport me Iranin. Por kjo gjë nuk ndodh edhe me Pakistanin, edhe me Turqinë. Pasi fillimi një lufte të mundshme, pra si ajo siriane në Iran, do të ishte dhe hapja kutijës së Pandorës të një shpërbërje territoriale, etnofetare të Iranit për herë të parë pas 500 vjetësh. Kështu që e parë nga jashtë është tjetër gjë. Duke hyrë analizës nga brenda, është një fotografi komplet ndryshe.
Tani nëse nuk ka luftë, siç thoni ju atëherë ka zgjidhje të mundshme diplomatike. Ka shenja për një të tillë. Nuk ka zgjidhje diplomatike në Iran. Në Iran. Po jo, flitet për negociatat mundshme mes SBA-ve dhe autoriteteve atje. Zvicra për shembull po lexoja është vetë ofruar në një farë mënyre për të qenë vendi i negociatave, e përjashton edhe këtë, atëherë si ja parashikon ti fundin kësaj nëse nuk ka as luftë dhe as zgjidhje me diplomaci? Atëherë, Irani është sot fuqia e dytë gazmbajtëse në botë. Fuqia e parë ndodhet më përballë Iranit, Katari. Pra është ai bacin i gazit në botë. Është fuqia e tretë e naftës në botë. Ka një numër mineralesh pafund. Pra është një nga vendet më të pasura të botës dhe të atij rajoni. Ky genialiteti në budallëk i disa politikanëve perëndimor që shkuan dhe pushtuan Afganistanin dhe pastaj u arratisën nga Afganistani. Krijohen kushtet që në anën tjetër të Afganistanit ku ndodhet Kina, të bëhet një lidhje me gazsjellca dhe naftsjellca, ekonomisë drejt për drejt ekonomisë kineze. Sepse në Afganistan nuk ka më perëndimor. Dhe Kina është e gatshme sot të pompoj $triliarda, duke qenë që është shkëputur nga bota e petrodollarit amerikan, pikërisht për të krijuar kushtet e një lidhje strategjike të ekonomisë kineze me ekonominë iraniane, si bacini kryesor i energjisë në atë rajon, pra të gazit, naftës dhe mineralëve të lëndës së parë. Këtu duhen kërkuar arsyet e thella të konfliktit të sotshëm në Iran, dhe nëse fillon një konflikt i tillë në Iran, ky konflikt nuk ka gjas që të mos zgjerohet. Pra që të kuptojmë nëse do ketë negociatat që janë as për demokracinë, as për besimin fetar, as për zgjedhjet. Irani është ai që është. Negociatat do të ishin, a do të ishte i gatshëm Irani sotshëm t'i thotë jo Kinës për lidhjet e veta ekonomike të ardhme, dhe kjo korrespondon drejt për drejt me prioritetet e politikës jashtme të Amerikës së sotshme, e cila e ka shkruar më qartë se çdo kusht tjetër. Pra Donald Trump i ka qenë shumë i qartë. Prioriteti im i politikës jashtme është Kina. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë që thuash a do ketë diplomaci për çfarë. Zgjidhje në tavolinë qoftë edhe për nuk ka zgjidhje në tavolinë. E vetmja zgjidhje e mundshme do të ishte nëse Mossadi, CIA apo ku diun sistemet e tjera të menaxhimit të sigurisë dhe inteligjencës dhe financave në botë, në tavolinë do të bënin të mundshëm rrëzimin e regjimit nëpërmjet një grushi shtetit, nëpërmjet ushtrisë dhe presidentit. Pa është kjo e mundshme në Iran e sotshëm? E shoh shumë të vështirë. A është e mundshme që Kina të ndërhyjë financiarisht dhe të ndihmojë qeverinë e Iranit për të zbutur kërkesat e protestuesve? Edhe kjo është e mundshme. Por ka një element tjetër që duhet llogaritur, është Rusia. A është e lumtur Rusia nëse Kina dhe Irani bëhen bashkë dhe nuk e ulin Rusinë në të njëjtën tavolinë? Prandaj, sot Irani ka nevojë për këto dy krah të fortë për të qëndruar në pushtet dhe për të vazhduar regjim. Ekonominë kineze dhe parat kineze për projektet e mëdha, por armatimet ruse, ndërkohë që vetë Irani ka një industri ushtarake shumë të zhvilluar. Më lejoni t'ju kujtoj se janë pikërisht një pjesë e madhe e dronëve Shahid iranian që Irani ka dhënë Rusisë, cilët bën luftën në Ukrainë. Pra, mendoj që jemi në një moment interesant, por jemi ende shumë herët në raport me çfarë mund të ndodhë. Okej. Ndërkohë, për t'u larguar pak tek Irani, por në fillim Trump u mor me Venezuelën dhe tashmë u bë e vjetër ajo që ndodhi atje. Pastaj vjen Irani, ndërkohë paralajmërohet fort dita ditës nga ana e Trumpit për Groenlandën.
Të tjerë aktorë janë hedhur në veprim, madje Çfarë kanë përbashkët të edhe kompromiset forta me bazë pasurore të lëndëve të para i ofroheshin në tavolinë vetëm për mos të ndërhyrë. Tani do arrigjë me Grenlandën? Shiko, në të treja rastet, në të tre elementet, ne kemi disa gjërat përbashkëta që identifikojnë. E para në Grenland nuk diskutohet as demokracia, as drejtat e njeriut, as Jo, sigurisht. Apo jo. Madje në Grenland s'ka as njerëz, ka shumë pak njerëz. Po edhe tek dy të parat. Po është një territor pafund. Pavarësisht problemeve me demokracinë e tjerë, si në rastin e Venezuelës, se çfarë synohej në plan të parë ne e dim. Në rastin e Venezuelës. Si përbashkët. Jo, në rastin e Venezuelës ka dhe një element tjetër shumë më të rëndësishëm se sa nafta. Sepse është vërtet që Venezuela është një nga vendet që ka një rezerva naftëmbajtëse shumë mëdha në botë, por nafta e Venezuelës është si nafta e Shqipërisë. Është një naftë trash, malesh, kushton shumë për ta përpunuar dhe që ta kuptojnë njerëzit, pra nëse unë produktin e naftës i marr në Arabi Saudite, mund ta nxjerr me kosto $10 fuqia. Naftën e Venezuelës duhet ta nxjerr me kosto $80 fuqia. Pra nëse në Venezuelë amerikanëve do t'i interesonte nafta. Nuk është nafta në vetëm më shumë se sa është fakti që atë naftë janë të interesuar ta marrin, ta zhvillojnë dhe ta eksportojnë kinezët. Pra përsëris edhe një herë tjetër, ekonomia më e madhe në botë që është Kina. Dhe çështja është që Venezuela duhet bërë shembull për vendet e tjera të Amerikës së Jugut, sepse Kina tashmë është prezent nga kanali Panamas e Meksika, pra nga kufit e Amerikës, e deri poshtë Kili e në Uruguay. Pra, çështja e Venezuelës nuk lidhet ngushtë me naftën, me Maduron, mungesën e demokracisë e tjerë, por lidhet me prezencën edhe e Kinës dhe të BRICS-it, pikërisht duke patur parasysh që Brazili është një nga 5 shtyllat kryesore të BRICS-it. Pra, që të lexojmë Venezuelën, duhet të lexojmë atë që amerikanët i kanë shkruar në dokumentat e fundit të strategjisë kombëtare që kanë prezantuar. Dhe cila është strategjia e tyre kombëtare? Njëshi është hemisfera perëndimore, pra kontinenti amerikan. Doktrina Monroe që nga 1821, pra kontinenti amerikan është Amerikë. Pra, kjo është e jona. Pra, ne jemi sebeb që është nafta, por de facto se kemi tamam hallin e naftës. Kemi një hall tjetër. E dyta, për të ardhur tek Alaska, prandaj ta përmendoj. E dyta është prezenca e Kinës dhe e BRICS-it kudo që janë interesat amerikanë. Dhe ai e bëri shumë qartë kur ishte me Panama, tha do marrim kanalin apo të vim t'ju pushtojmë. Pikërisht për shkak se të gjithë rrethinat e kanalit Panamas po merreshin nga ekonomia kineze dhe kompanitë kineze. E treta, për të ardhur tek Alaska. Alaska nuk ka probleme demokracie, nuk ka probleme njerëzish, nuk ka probleme as të pushtimit nga ana e Kinës, por Alaska ka dy elementë që lidhin drejt për drejt interesin amerikan. Cili është një, është pjesë e hemisferës perëndimore. Dy, është pjesë e Arktikut dhe Amerika në Arktik ka vetëm pjesën më të vogël që quhet Alaska. Edhe atë ja ka bler Rusia. Ndërkohë në rastin e Grenlandës, ne kemi një marrëdhënie që Grenlanda ka qenë më përpara amerikane dhe pastaj është dorëzuar danezëve. Mjafton të shkojmë luftën e dytë botërore. Ju kujtohet kur gjermanët pushtuan Danimarkën në luftën e dytë botërore, hitlerianët, nazizmi. Pra, kur nazistët pushtuan Danimarkën, teorikisht ata i bie kishin pushtuar edhe Grenlandën, pavarësisht se si ishin atje. Pikërisht për të mos lejuar vajtjen e gjermanëve në Grenland dhe për të mos e lejuar nazizmin të afrohej aq afër me Amerikën, amerikanët bën pushtimin e parë të Grenlandës dhe kjo gjë nuk është shkruar në asnjë nga librat e historisë, por de facto ka ndodhur. Dhe pas luftës së dytë botërore, ky territor i është rikthyer nga amerikanëve mbretërisë së Danimarkës, nëpërmjet një statutit posaçëm që jep një lloj autonomie Grenlandës së Madhe. Pra, ai po thot, mua më interesojnë nafta dhe gazi që ndodhen në Arktik, më interesojnë mineralet e rralla, por më intereson ajo që është gjëja e gjitha gjërave,
doktrina Monroe dhe shtylla e parë e sigurisë të prioritetit të sigurisë së SBA-s, pra që është hemisfera perëndimore dhe fillon nga atje lart. Pra ai sot po bën presion politik dhe diplomatik për të marrë atë që amerikanët mendojnë, po jo tani, prej 80 vjetësh që i Se i takon. takon, po. Por çfarë nuk shkon me gjuhën e Trumpit? Me gjuhën e Trumpit nuk shkon një gjë. Nuk kemi mësuar ne që çojmë, se ne jemi mësuar të gjejmë amerikanët që veprojnë, e kemi ditur gjithmonë që kanë interesa gjeostrategjike ekonomike, po jemi mësuar që të kenë një gjuhë pak më të butë, pak më të justifikuar, po diplomatike. Trumpi është vetvetja, është biznesmen dhe i thot gjëra troç. Ky është i vetmi ndryshim. Okej, po si e parashikon ti këtë? Unë parashikoj që Fundin? Rita bëj shtetin e 51 të saj, Grënland? Unë parashikoj që ata do të kenë një marrëveshje dhe kjo do të zgjidhet me marrëveshjen. Nëse Danimarka thot jo sepse Franca, Britania e këto vendet mund t'i thonë jo do ndërhyjmë ne si BE, është fundi i NATO-s dhe amerikanët do ta marrin me ushtri. Po do jetë fundi i NATO-s. Po, si e shembull të mundshme ti? Unë parashikoj që do zgjidhet me diplomaci kjo punë. Pra, të dyja palët të kënaqura apo? Të dyja palët të kënaqura. Më shumë Amerika se. Po sigurisht bën sens ndryshe. Po sigurisht, po të dyja unë parashikoj që do ketë të dyja palët të kënaqura. Por nëse do ketë në një lojë, unë pastaj parashikoj që ata thjesht do çojnë ushtrinë dhe do e marrin. Do bëjnë fakt kryer. Okej. Tani, për t'ikur edhe nga objektivi i radhës si Donald Trumpit, edhe për të ardhur, me qëra fjala se po lexoja sot edhe më bëri përshtypje një deklarate, një ish drejtori të inteligjencës britanike që thoshte i friksuar nga atentatet, këto kohët e fundit Vladimir Putin po qarkullon përmes sozisë së tij. Janë vërteta këto apo janë kështu teori konspirative? Se janë interesante kur e lexon. Në këto vite unë kam dëgjuar sidomos nga 2022 e këte kur 24 shkurti, unë kam dëgjuar që çdo javë, çdo muaj Vladimir Putin po vdes, Vladimir Putin është smur, Vladimir Putin është çmendur, hyn pjesë tek ajo lufta që thashtë. Mirë, duke qenë se ai që tha ishte reputation management. Ka qenë pjesë e inteligjencës britanike. Pse e di sa broçkulla ka thënë inteligjenca britanike? Të kujtohen armët e shkatrimit mas në Irak? Inteligjenca britanike. Është pjesë e kësaj bote, pra që quhet reputation management. Tani, për t'ikur nga Putin, thjesht shkurtimisht, do të vim tek një vendim shumë i rëndësishëm i marrë gjatë fundit vitit kaluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë, që bëri buj, duhet të Nuk është vetëm për Shqipërinë, është për gjithë rajonin, por për Shqipërinë është një pjesë e veçantë. Ne do diskutojmë për Shqipërinë se për këtë na intereson, se mund ta diskutoni më gjerë. Duhet të sqarojmë teleshikuesit që nuk është vetëm Është më gjerë, jam dakord, po për pjesën e Shqipërisë. Që do të merret tani Amerika me këto të famshme me vendime me bazë investimet strategjike, pra një lloj vettingu aty nga amerikanët, për pak muaj besoj më duket do të hyjë në fuqi. Çfarë do të thotë ky vendim kaq i fortë, i pa precedent për vendin tonë? Ka ndodhur ndonjëherë të paktën që kjo do të thotë që kur e mbush kupën e mbush edhe duhet të kuptosh që marrëdhëniet nuk mund të jenë gjithmonë që ti bën sikur i gënjen dhe ata bën sikur besojnë. Shumë e thjeshtë. Pra, Shqipëria është një vend i hapur, është një vend demokratik ku sekreti më i madh zgjat vetëm 3 ditë pasi gjërat merren vesh. Dhe të gjitha ato elementet e problematikave të funksionimit të politikës, ekonomisë, të demokracisë shqiptare etj. Që janë edhe në kuadrin e asaj që ne kemi si proces për të bërë pjesë totale e Bashkimit Evropian, gjëra dihet. Pra, të gjithë problemet e smundjes së trupit tonë dihen, po për herë të parë SBA-ja, ashtu siç ka bërë në rastin edhe të disa vendeve në Amerikën Jugore apo në Lindjen e Mesme, këto do t'i identifikojnë nëpërmjet një ligji të posaçëm, që ka të bëjë me gjithë rajonin tonë. Por me Shqipërinë hyn, duke qenë që Shqipëria nuk ka probleme të ndryshimit kufive, nuk ka probleme të luftrave, Shqipëria ka probleme të një natyre tjetër. Dhe të cilat janë administrata publike,
administrata politike, korrupsioni, krimi, struktura e kriminalizuar e ekonomisë, të cilat pastaj shprehen nëpërmjet këtyre projekteve, sepse realisht në vendin tonë, sidomos pas Covidit e këtej, gjithmonë më shumë, kjo dhënë edhe nga dhënat e institucioneve tona, pra prokuria e posaçme, institucionet e luftës kundër krimit, kundër korrupsionit, pastrimi i paras, banka qendrore, institucionet tjera ndërkombëtare që merren me këtu, identifikojnë gjithmonë më shumë tre probleme tek ne, që janë trafiku i drogës, pastrimi i parave dhe korrupsioni në niveleve të larta. Ajo gjë që ne nuk kishim mësuar ishte që amerikanët na merrin seriozisht. Kjo është herë e parë që me sa duket amerikanët po na marrin seriozisht dhe këtë po e bëjnë nëpërmjet një ligji. Ç'do të thotë kjo që të kuptojnë njerëzit? Nuk do të thotë që nëse ai identifikon për shembull kartele droge në Shqipëri dhe nëpërmjet ligjit vjen me helikopter dhe merr Edi Ramën siç mori Maduro. Kjo nuk ndodh se e një vëndëtar i BE-s. Por do të thotë që ti mund përballesh me një seri sanksionesh. Një pjesë tyre i pati Kosova vitin që shkoi, mos harrojmë, po ka dhe vende tjera që kanë patur sanksione. Apo dhe më keq në momentin që identifikohet që X grup kriminal mund të identifikohet si kartel trafiku ndërkombëtar edhe me lidhje terroriste, atëherë mund ndodhe që ata veprojnë edhe ushtarakisht kundër X apo Y elementi kriminal, duke i azjesuar vetë, pra pa kaluar nëpërmjet institucioneve shqiptare apo nëpërmjet policisë apo gjykatave apo prokurisë shqiptare. Pra jep të drejtën vetes ta identifikojë si një kartel ndërkombëtar apo si një grup terrorist, njësoj siç janë ato në botë. Pra jemi në një stad të ri të zhvillimit që është sa shqetësues, aq edhe inkurajues, sepse duket që Shqipëria përbën një vend me element të lartë interesi për Amerikën, pavarësisht administratave që lëvizin. A do tjetë kjo e mundur të sjelli një shkundje totale të sistemit politik e tjerë? Kjo mbetet për tu parë. Se nëse qeveria e shortme shqiptare thot po, unë jam dakord me çfarë po bën Amerika dhe do ta bëjmë bashkë luftën kundër krimit. Unë them që kjo gjë nga dobësi kthehet në forcë pastaj qeverisë shqiptare apo institucioneve shqiptare. Po edhe aleat. Aq më tepër kur pikërisht në atë dokument që ju citoni, është shkruar qartë mbështetja 100% e institucioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj institucioneve të reja të drejtësisë shqiptare. Tani, ndryshe nga shumë kohë më parë, ambasada amerikane ka filluar të bëjë reagime të shpeshta, për shembull edhe takime Nancy Van Horn, e ngarkuara me punë, ka takuar para pak ditësh edhe udhëheqësit e SPAK-ut të BKH-s, ka takuar jo më larg se para 2 ditëve kryetaren e gjykatës kushtetuese. Dhe në të gjitha këto takime citon deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump për luftën e pakompromis ndaj karteleve të drogës. Direkt çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë, sepse këto deklarata po bëhen do të thotë atë në Shqipëri dhe po takohen aktorë të rëndësishëm shqiptar. Do të thotë atë që unë të thash, që institucionet e shtetit shqiptar duhet zgjohen dhe duhet kuptojnë që pra ka hyrë në kanale konkrete gjëja, nuk është me... Pra, saktësisht që duhet të thotë që kohët kanë ndryshuar dhe duhen përgjigje, pra sfidat të reja kërkojnë kohë të reja, kërkojnë zgjedhje të reja. Nuk funksionon më e njëjta filozofi dhe e njëjta gjuhë. Pra, pritet më afër se ç'mendohet thua? Sigurisht, pra, sigurisht. Do të thotë që në politikën me Amerikën e sotshme, nuk mund të flasësh duke i kujtuar Amerikës së sotshme se sa interesant kemi qenë në histori për kinën komuniste 40-50 vjet përpara. Jo me këta. Nuk e pranojnë këta atë gjë. Me këta identifikohet problemi dhe bëhet zgjidhja.
marrja kohë, bërja sikur se kupton problemin, gjysmëmbrojtje, vetëm i komplikojnë gjërat. Sepse në Washington kanë ardhur në pushtet njerëz që kanë tjetër lloj mënyre të menduarit. Ata kur nuk e vrasin mendjen dhe thonë që do shkojmë pushtojmë territorin e një vendi të NATO-s, një vendi strategjikisht mik edhe aleat, siç është territori i Danimarkës në Grönland, imagjino tash se ç'mund të mendojnë për ne që kemi një vend shumë i vogël. Pra unë mendoj që është një moment është pika dhe momenti për reflektim. Po ju thatë diçka interesante që i mshohet shpesh faktikisht. Për shembull, me qeveritarët e Tiranës, aleatët tanë strategjik, bashkëpunojnë ose ndoshta mbyllin syt a veshët për shumë shka për hir të stabilitetit rajonal. Ka kaluar ajo periudhë, nuk mundet më. Nuk mundet më. Nga takimi i Alaskës së këtej, nuk mundet më sepse e kam shpjeguar tek Çani herën e fundit me takimin mes Luanit dhe Ariut. Pra, në kohën kur në botën e savanës të pyllit ka luftë mes mbretit të pyllit që është Luani, në rastin konkret Shëbaja, dhe Ariut që është kafsha tjetër e fortë që jeton në atë hapësirën e vet dhe të gjithë këto aleatët e vegjël, këto kafshët e vegjël, nga miut, çakallit, ketrit, gjithë që pra i afrohen njëri në një anë, në anën tjetër, ta bëjnë qef sepse thonë unë jam aleat i Luanit ose unë jam aleat i Ariut dhe prandaj jam i fortë. Momenti që Ariu takohet me Luanin dhe bëjnë marrëveshje, pra që secili do ruajë ato zonat e veta të influencës, këta nuk duhen më. Kështu që ka ndryshuar, një nga gjërat që ka ndryshuar në botë është saktësisht ajo që sapo shpjegova. Këtë e bëre që ta kuptojnë njerëzit sa më thjesht. Pra, kjo gjëja ka funksionuar për sa kohë Luani dhe Ariu ishin në luftë hapur me njëri tjetrin. Por në momentin që Luani dhe Ariu janë ulur bashkë dhe kanë identifikuar si armik të mundshëm tigrin kinez, tash o ti do ikësh bësh me tigrin që të shpëtosh nga këta dy, ose këta dy një moment saktuar, kush është ky lepuri që na Tani, këtë qasjen që ka presidenti amerikan Donald Trump me bazë biznesin, duket se po e kopjojnë edhe të tjerë, për shembull, i referojmë këtu samitit fundit në Abu Dhabi, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkohë që të dy këta vendet tona pra aspirojnë Bashkimin Evropian, por dalin edhe jashtë kornizës me interes investimet. A bëjnë gabim? Jo, për sa kohë investimet janë vetëm me interes investimet, nuk bëjnë asnjë gabim. Çështja është nëse do luash te gjeopolitika, duhet të identifikosh çfarë të bën të fortë dhe çfarë të bën të dobët në gjeopolitikë. Kështu që unë nuk po them sa armë bërthamore kemi gjithë ne, se nuk asnjë afrohemi. Çështja është që kur të fillosh dhe të identifikosh elementet e gjeopolitikës, do identifikosh elementet e forcës dhe të mos forcës tënde. Kështu që më shumë e shoh si përpjekje në këtë moment për të patur edhe burime të treta, pasi unë besoj që edhe vetë këta e kanë kuptuar që s'është kaq e lehtë të antarësohemi në 2030 në Bashkimin Evropian. Për problemet brendshme të Bashkimit Evropian më shumë se sa dëshira jonë është edhe sot. Kështu që paktën edhe Shqipëria edhe Serbia e ka tashmë projektin Waterfront Beogradi, që është një projekt goxha konkurrues dhe ka dhënë sukses, po dhe Shqipëria me projektin e Durrësit dhe me projektin e lidhjes nëndetare mes Italisë dhe Shqipërisë dhe Emirateve, po gjithmonë kemi në kuadrin e projektit, nuk ka gjë konkrete sot. Shikohet në të ardhmen, por nga fjalët, nga e thëna tek e bëra, është mes jo vetëm ai deti adriatik që kemi në mes, po mes shumë gjëra që kjo gjë është një përpjekje, po nuk besoj që në luftën e madhe kjo gjë ndryshon e gjithë. Tani meqenëse se përmende projektin e portit të Durrësit, në intervistën e 4 të ish numri 2 i qeverisë, Arben Ahmetaj, i akuzat forta edhe për
ndërhyrje ruse përmes kapitalit, investimeve, po jo në plan të parë që duket, në radhët e padukshmeve, lidhje underground me ata që paraqiten si investitorët e parë, beson? Nuk e di, por pikërisht për shkak të asaj që të shpjegova që parë që mes Luanit Ariut dhe Tigrit, nëse do ishte që vërtet ka në lidhje ruse, kjo do shkonte në avantazh të Ramës pastaj, jo në pasi në këtë moment interesat e kapitalizmit ruso-amerikan janë afruar shumë në raport me, kështu që nuk e di, nuk mund të them. Nuk mund të them asnjë fjalë për gjë. Jo vetëm me projektin e Durrësit, po në përgjithësi në territorin tonë. Nuk ka prezencë ruse. Nuk ka patur. Realisht rusët nga Shqipëria që kur janë larguar sovjetikët në vitet 60 nuk kanë pasur kurrë gjë të rëndësishme. Realisht, le të jemi real. Ne kulturalisht jemi larg rusëve dhe si mendje nuk kemi prezencë të kishës ruse, nuk kemi prezencë të rusizmit në mendjen tonë. Historia e Kosovës na ka larguar, na ka mbajtur në anë komplet ndryshme. Rusët kanë qenë janë prezent në atje ku janë slavët ortodoks, pra Serbia, Malizi, deri diku dhe Maqedonia, po me në shqiptar realisht nuk ka. Se po të kishe pa do të kem pasur. Unë kam pas një eksperiencë 20 vjet përpara. Kam qenë në vizitë zyrtare me ministrin e jashtëm në atë kohë, Besnik Mustafaj në Moskë. Edhe kam qenë për drek me Lavrovin. Drek shumë e bukur, bisedë shumë interesante e tjerë. Por që ti realisht e kupton që janë dy botë komplet ndryshe, komplet. Do të thënë interesi rusë shumë i qartë, por nuk ka tek ne. Por nëse në këtë moment do kishte ndryshime për shkak të këtyre interesave ekonomike, unë do ta shikoja më shumë në avantazhin e Ramës se në kundër avantazhin e Ramës me një Amerikë e cila është e hapur në bashkëpunimin ekonomik. Për nga konteksti aktual, thua. Tani, të gjithë po thonë, ose më saktë po shprehin pak kënaqur me qasjen, qëndrimin shumë të butë dhe as pak të konvencional për momentin të Bashkimit Evropian, kundrejt gjithçka e po ndodh sot në botë me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush Bashkimi Evropian sot, pse nuk reagon, pse nuk tregon pavarësi në qëndrimet e tij, pse nuk merr fort situatën në dorë? Do ta përshkruaj me atë bisedën e famshme mes të ndjerit Kissinger edhe Romano Prodit. Romano Prodi ishte presidenti i komisionit, atëherë ishte kryeministri dhe Kissinger kishte shprehur disa herë në intervista që Bashkimi Evropian nuk ka një central telefonik ku ti mund të telefonosh e të përgjigjet dikush. Dhe Romano Prodi në këtë konferencë i thotë, ja për shembull kemi këtu profesor Kissingerin, thotë që interesant. Ka treguar gjithmonë një lloj mosbesimi ndaj Bashkimit Evropian, por ne sot e kemi centralin telefonik ku zoti Kissinger mund të marrë telefon sa herë të dojë të përgjigjet kush. Kissinger siç ishte kështu si përgjumësh, ngren syt dhe thotë which extension. Pra cilin numër ndërlidhës. Problemi i Bashkimit Evropian realisht ka një problem të funksionimit të brendshëm, që tashmë i shtohet edhe kriza e shumë fish që i vjen për shkak të luftës në Ukrainë, ku karakterin kryesor e ka të natyrës ekonomike, të natyrës politike, por me krizën e madhe politike dhe ndarjen e pozicioneve edhe me aleatin historik strategjik atlantik që është SBA-ja, Amerikës i shtohen ca probleme tjera. Por, pra Europës i shtohen ca probleme tjera që vijnë nga marrëdhënia me Amerikën, por realisht europianët nuk kanë ndarë se çfarë do bëjnë me kontinentin dhe çfarë do bëjnë me pra këtë konfederat madhe që quhet Bashkimi Evropian. Do mund të mendohet për shembull që mund të shkojë drejt shpërbërjes Bashkimi Evropian apo tërhiqem ose ku do të mbetet në këtë status quo? Shiko, ata do duhet të marrin disa vendimmarrje që deri tani vendimmarrja e vetme që marrin është të mos marrin vendim dhe t'i shtyjnë. Pra, për çfarë arsye nuk ka të zgjerin Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor? Nëse do duheshin arsyet gjeopolitike, sot ekzistojnë gjitha. Në kohën që u antarësua Rumania dhe Bullgaria, nuk kishin asnjë lloj parametri siç jemi ne sot, domethënë. Por për arsye gjeopolitike u bë.
Dhe të gjitha hapësirat që ata kanë lënë bosh në Ballkan janë shfrytzuar o nga Turqia, o nga arabët, siç e përmendet tani, ose nga rusët. I vetmi problem që kanë europianët janë ato problemet e lojrave të brendshme të demokracisë brendshme, të numrave brenda vendeve anëtare, dhe ajo nuk po funksionon pra si një lloj federate, po tashmos po funksionon as si një lloj konfederate. Pra çështja çfarë do të jetë Bashkimi Evropian, përpara se të shohim se çfarë ka Bashkimi Evropian. Pra, është një nga pjesët më të bukura dhe më të pasura të botës sot. Po, dakord, është e vërtet. Po, ka një krizë tashmë afatgjatë që ka natyrë demografike, demokratike, ushtarake, ekonomike etj. Po, çështja është çfarë do të jetë në 20 vitet e ardhshme. Pra, a ka sot Bashkimi Evropian një leadership të gatshëm ta shohë këtë gjë në funksion të 20 viteve të ardhshme? Tu kam dyshimet e mia. Tani ne folëm nga Teherani në Tiranë, po sikurse unë e ceka që në kryeterës jemi dukshëm drejt një konfigurimit të një rendi të ri global që mban firmën në mënyrë nominale të presidentit amerikan Donald Trump. Sot nuk po pyetet më as për ligje ndërkombëtare, as për organizma ndërkombëtar të rëndësishëm, siç ka funksionuar po jo, është pyetur. Kur? Ka funksionuar të paktën në teori, po jo, po. Është pyetur, jo si tani. Tani po mbizotron ligji më të fortit. Gjithmonë kështu veç. Po mirë, ka qenë në një mënyrë të kamufluar në lokacione të ndryshme, po tani ka dalë hapur fare. Jo, thjesht tash është më sinqert. Jo, okay. Gjithmonë kështu gjë. Jo, për shembull. Kur respektoi Bashkimin Sovjetik, kur pushtoi Afganistanin, respektoi ligjin ndërkombëtar? Apo kur amerikanët pushtuan Afganistanin, respektuan ligjin ndërkombëtar? Kur ka ndodhur? Po tani po bëhet hapur kjo, s'po pyetet hapur është bërë. As për Hapur është bërë atëherë, hapur bëhet tani, e vetmja gjë që ka ndryshuar është që në shtëpi të parë ka hyrë një njerëz që siç mendoni thotë gjërat. Më përpara mendonin ndryshe, thonin ndryshe, kështu është. Se çfarë është ajo që ka ndodhur në Ukrainë? Pushtimi i Ukrainës. Pushtimi pjesës lindore të Ukrainës që ka qenë gjithmonë rusofone. Kanë marrë një territor shumë të madh për arsye ekonomike, politike etj. Kanë bërë ditën për diell. E po kjo është një nga 5 fuqitë e OKB-s që ka votë të padryshueshëm pra Bashkimin Sovjetik. Pra thjesht sot ne po lexojmë atë që kemi ditur gjithmonë dhe po lexojmë me sinqeritet të madh. Pra po na e thon trotë që është kështu. Po mirë, Amerika nuk udhëhiqet nga njeriu. Është sistem. Sot është Donald Trump, nesër nuk është. Po pikërisht prapë se është sistem, po s'ka shiko, nuk dia i pe listën e 10 miliarderëve më të mëdhenj të 2025-s. Po, i shohim çdo fundvit. Po, 9 ishin amerikanë. Pa, me që po flasim për sistemi, kryesistem. Edhe kemi të bëjmë me një Amerikë që thotë America first, ekonomia amerikane first dhe interesat amerikane first, kaq. Thjesht duhet ta lexojmë dhe të jemi më. Nëse çka tjetër vjen pas. Shiko, kthehemi te Kissinger. Dhe çfarë thotë Kissinger? Me që ishim aty. Në diplomaci, thoshte, dhe në politikë, nuk është faja ti që gënjen, është faja ti që beson. Tani, ti do të mendosh që këto ndërhyrje bëhen për parime, është problemi jot. Unë mendoj që ndërhyrjet kanë qenë gjithmonë, se po mos bëshin arsye ndërhyrjet për parime force dhe strukturimi. Sot Evropa do fliste gjermanisht. Pra, kur e te kaloi Gjermania, që kaloi kufit? Arsye pse pastaj u bën gjithë bashkë kundër Gjermanisë. Kur bëre 2 gjëra, cilët nuk e falen. Një, sulmoi Britaninë e Madhe, që është mbretëria më e vjetër në botë. Aty ka origjinën gjithë perëndimi, aty ka origjinën edhe SBA-ja etj. Dhe kur tha unë do iki tash të marr gjithë arin, naftën, gazin e Bashkimit Sovjetik dhe do bëhet e gjitha. Jo, tham, stop. Kjo është arsyeja. Pse ndodhi Stalingradi? Stalingradi ndodhi sepse Gjermania u drejtua drejt Azerbajxhanit, drejt Bakus, dhe do merrte gjithë pasuritë e Kaukazit. Nuk pati në ndërhyrje përpara kur shkuan që morën jo Ukrainën, jo Moldavinë, ato rajone. Aty ishin nuk. Kur shkuan aty pastaj ndryshoi natyra. Amerikanët drejt për drejt janë përzier në furnizimin e ekonomisë ushtarake sovjetike në atë kohë luftën e Stalingradit. Shikoni ku ndërtoheshin tanket sovjetike në Amerikë. Gjithë zinxhiri i ekonomisë ushtarake amerikane funksiononte për të mbështetur Bashkimin Sovjetik. Gjithmonë kështu ka qenë.
Okej. Tani, meqense për të mbyllur, meqense të kam për herë të parë në studio për këtë vit, dua një projekcion se je njeri që shumë herë i fiton baste dhe parashikimeve Mos tua. para vë bast. Jo, mirëma në kuptimin Dalim simbolik të parashikimet gjës. është tjetër gjë. Po prap, në këtë kuptim. Një projekcion të ndin për 2026-ën. Kemi një vit të plot përpara, referuar dhe gjithçka e po ndodh sot në botë, referuar dhe aty deklaratave që bëre pak më herët edhe në raport me vendin ton nga ata më të mëdhenj të fare. Çfarë pret këtë vit? Do jetë një vit i vështirë dhe vazhdimi i 2025-s si vit i vështirë, edhe globalisht edhe lokalisht. Kur thua vit i vështirë, Vit i vështirë me shumë vit i surpriza, vështirë, po mund të jetë me ngjarje të i forta. mirë për popullin kjo gjë se. Unë jam mësuar që të mos i referohem kur fjalës popull dhe populizëm. Pse? Për mua të rëndësishëm janë qytetarët. Po pra, popullit qytetarëve ju referova unë. Shiko, Se populizmi është mos harroj, tjetër pastaj. ne unë patëm referova zgjedhje që- vjet. Po. Ë? Po. Po ata njerëz që shkuan votuan për shembull në Vlorë Partinë Socialiste me 90%, 80% se ishte. Po ata njerëz 2 muaj më vonë dilnin dhe protestonin kundër. Pra mos prit ti nga populli dhe populizmi dyshim. Ajo gjë që është e rëndësishme është kuptohet se si do pra ky sistemi ynë, pra kjo Shqipëria që do të bëhet BE në 2030. A është e gatshme realisht të bëj sakrificat e mëdha për të bërë pjesë realisht të BE-s dhe botës europiane? Kjo do jetë në sfidë. Nëse kjo do ndodh, kjo do thotë që tek ne do ndodhin ndryshime të mëdha. Nëse kjo s'do të ndodh, do thotë se këtu do të përsëris atë shprehjen që thonë në zonën e Korçës, Selanik e 8 pjetë siç ka qenë do të jetë. Okej, kështu 50-50 na lën atje. Ta dash, Si ta marrësh, të dyja unë ta dash shpjegimin. Jo, dakord. Kështu që ne shpresojmë të mos jetë kjo e Selanikut. Unë të falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit juve. Faleminderit të nderuar miq që na ndoqët, me të pashoq do të rikthehemi sërish.